s'kam fjallë. Ku ka ma i bukur, ma jamël, ma i shishëm, që ta ngjall jetën se folklori jonë. Kur mjeshtri me dur të veta edhe ndronin edhe zoni molit bëhet kong. Pra shikus të ndërum, këtu i kem vllaznit Hajrizi, Regjepi me Rushdien, e kem Shahiqin, Naimin, Gollakali, Regj më ktheve, pa thonë mirë se erdh, pa ju thonë mirë se erdh, më ktheve në vitet 70-ta, ku për herë të parë të komunitu i ra Qiftelijës, me Qazim Shabonin, me Gjemal Matoshin, me Aqen Hamdi, mizën e Gjemalit, e pa të më realizu emisionin në RTP, në atë kohë, në i Matoshi, ndjerë ka qenë regjisor. Bile më ktheve në Strezovsk, që e zhvillumat lojen me gugja, ti rashe Qtelijës, neve në rashin kapuqat, për flakve, në hija sun në ashtiken rrëdh, hiq një flak, boni flak, një melodi, edhe vor, unë jo dëshiraj mi se ardhje për shikust edhe për televizionin ton, edhe për emisionin ton, ku ka ma mirë, e ku ka ma bukur, ku ka ma omël, se folklori i jynë, edhe lumet jo, që dinim jo rokështo. Faleminderit Gjem për komplimente. Edhe njerë mirë se erdë dy antarë, se di cilëtini me ranë, po të familjes mbi 120 antarë shë. Që të pari? Pasunime e madhe ku ka për burra. O qashtu? Sa antarje kom ti, sa antarje bon? Apo ha? Prez pas vrezi kultivohet folkloris, na jemi ma shumë të interesu në folkloris, për tjerat kemi qash kompetent me folë. Bravo, ja, na vëllasmi për që ato shka i dalë me zatë, e shka e këna përjetu, edhe, jo e vetëm që e këna përjetu, po edhe këtë ven edhe këtë popull e kanë ngrit, në kom të veta e kanë mojt, e kanë ngrit deri këto gjithmonë bashkimi, fuqia, edhe atë dhe dashuria, me një fjallë, sepse ju të tret jeni gurbetqarë. Ti je regjën pension. Hajde, kalzona me burdi shka, kalzona një humor, regjë, Allah i lale pa hinje mirë. Në spori pjo përshëndes o Gjemë për këtë emision. Po e sëm lat ven... Faleminderit që në këni Na përmalut shumë na përmalut. Po, pa tjetër, imi arë me gjithë dëshirë me Rushdin, kjo është lojë jam. Isati jeti, Isati e Rushda. Rushdia do të me koni 5 dhe unë jam i pari. Maj madhe, ja. Maj madhe. Kre plaki. Edhe një 3 vllazën tjerë, 8 jemi krejt, mashallah. Mashallah. Faleminderit shumë që na ke thirrë këtë emision. Ja, po e meriton. E shfrytëzum pak rastin se Rushdin e kemi pas pushim. Po. Edhe ti faleminderit që e realizon këto me këtë staf mrekullueshëm, e ku ke puna na kur shkojmë në paroda në përkonace shka s'na bavaki, po se kontaktojmë me gjithë shka. E një po e tregoj pak si ma të veçant, ishmi të shku një darsëm me Gjemal Matoshin. Edhe Qazim Shabanin, Qazim e ka pas shpinë Mazda Kudra atje në Koretin. Në Gjërakas. Edhe ishtë një dime, një shtirë, që frymen të azajke. Edhe afromi aty afer, edhe po thirë Gjemal, Qazim. Aj baba i Gjemal, i Qazimit, Brahim e ka pas emnin, ju qitë ke do dele eva aty dushk. Me dushk i ka në dushk, po. Edhe hisë s'na po i ke përgjigje. Thiri kë një 7-8 herë, o Qazim s'ka. Gjemoli, kur këtë ato, o Agja Brahim, as po njëna, tha jo, në një më thirë Brahimi, o Qazim. E kjo në ka bo me kesh. A bën vaki me thirë dikush rrushën e ti mes me pozon? Shumë herë ka bo vaki, të unë ka ndodhë e kundër, ta shumë herë më ka thirë dikush, o Regjepi, më thonë një vlau të emë përgjeqë. Rusht, kom ju kalzu juve dëve dishka, se janë nesëm pak me humor. Kur e këna realizu emisionin, kjo ka pas një motor. Edhe aty, e kish pas shkru aty,
ndalot pirja të honit. Në motor. Benzini gatë. Po, që të marrë Ato rrezik. e kish pas kërëm ndalot pirja të honit. O reza, shë ki bove, o la kum shkru, tha se ka njerë pe marri, tha, e cigarja bjen, tha. Po më karo shpuza do unë do në të vazit, aj për mas, fryma, ma ka gju syve. Edhe me nëzje noli, të me di shka, të më kume shkruat ndalot pirja do honit. Regji, ku t'ja nismi kjena shka flasmi. Edhe janë shumë të vërteta, janë burimore. Burimore është edhe qiftelia, sepse unë kam thonë edhe gjithëherë, jo pse kam thonë unë, po qashtu është realiteti, se Malësia gjithëherë ka kultivu, ka prodhu folklor ma shumë se rafshi. Sidomos në aspektin e veglave. Se unë e thash, mjeshtri i mirë, kur ta dhen drunin, edhe ushtim amolit bëhet kong. Pak këna bisedu heret për traditën e ju, pi babës e pi atije, pi këtije. Hajde spjegona pak edhe njëherë se jeni me vllavin sa djeni. Po, Gjemal babën e kemi pas mjeshtër të instrumenteve. A i ka prodhua, edhe në atë ku a i kur i ka prodhua, nuk e ka pas veç për habi, po e ka pas edhe për tregti, për që është e komerciale. A i ka prodhua edhe për treg. Po, ndërko, kur dalu në instrumenti mirë, e ka vequa. Kur i ka ardi kush në i musafir ose një marakli instrumenteve, edhe ja ka falë, ose ja ka unë pak ma lirë, ose e ka nderu me një bakshet. Me një fjallë që veprimtari e ka pasë. Ndërko, unë do këtë e këmë cekë në emisionin e juaj, Besir Prelezi ka qenë një mjeshtër shumë i njohtën për ajonin e Gollakit. Edhe për krejtë Kosovën. Dikurna për krejtë Kosovën, po qashtë. Ajo kanë shok edhe mek i babës temë. Mek për i bje me thonë se në kanë shok qashtë të shpijës të familjes. Po Besiri ka një mjeshtër shumë i hollë edhe i talentum, po dhe ka në një talent i rallë me interpretu me vejle. A i ka orë shpeshtë në. E unë si thmija ma i men, a i kur ka ardhë, e shumë herë unë e kom marrë në instrument, si thmija me lujtë, baba në ashtin ka qërtu, jo mëse prek, jo se i këputën telat, atëre telat që në gjithë letë. E Beqiri merë mu mullë më prenë, edhe thëtë jo, thëtë ti mësi bërit, tina dhe se këtë do të mu mësu me ra. Edhe për aty më ka lindë me raku me konë instrumentist. Po të një sfidat e jetës, jo në shkollë mes me do ndërpremi, hera për të kyqe, ndërpremi kështu ka ndodhë, po dikur kum ditë edhe me ndërtu, edhe në mi u bo krababës me ndërishë, ka pak me dhe në me thërë qeseri, këmi thonë, po pak ma precisë, se baba dikur të një ju dreshin durët, edhe ma vonë dikur në emur zanatin kë, jo që në emur, po edhe na e te kaloj. Ruzda. Ruzda dhe bile, se di ja bon me prezentu, që kjo sharki është pe durve të rushdis, edhe është një mjeshtri e rallë, se di pe mjeshtrive dikush e punon kokë edhe besht për me njëherë. Pandërprej, heq, edhe është një drumë, shumë është i shtrajt edhe i veçantë, avara shëthujnë këtë djallë di ma mirë, ahor, avor? Ahor. Ahor me rudha. Edhe, i ka pak në gjyrat e vjelinës. Ku bëhet këtë drunë rrushtë? Këtë drunë bëhet ma shumë në përbjesh këtë nalta. Si të mas Balkani ka shumë kësi druni. Në Busni kanë ka shumë edhe kanë marë shumë. Stradivari ka marë këtë drunë në Busni kër e ka bo vjelinën. Po, a? Po. Që këtë drunë i bënë edhe vjelinët, a? Po, pe këti drunë i bëhen vjelinët. Këthiret poj me rrudha në gjuhën Shqipe. Që shtëpek dhe i ka kamera se ka kryt dalohet ma shumë. I ka ato strukturat. Strukturat i ka për bukuri i ka ato. Jo që dalon të tingli, po i ka për bukuri ma shumë. E në vazhdimësi, Gjemal, mos e përfitoj kë zanatin, jo veç me indërtu veglat, po dhe me interpretua. Edhe mu më qitin penzion, një kohë, teatë.
Apo, Po, edhe bele marrë medalja aty për para, se ma mjeshtër. Kjo tani interpretoj ke me një satë gashën e me shokë qështu. Tani mas i ka shku në Zvicër, kanë formu dhe shoshni kulturë artistike, një herë u thirë Dardania, një shoshni, tani... Që to leja më tyne, tash në me vetë këta. Tyne. Veç kryesore, më shtinin loj, mas ju pensionove. Mas ju pensionove. Edhe rasisht më nëzur pe publiku, thot, hajde, thot, ti, thot, me interpretu një valë. Jo, bre, se e kini programin e bom, jo, tha, del aty me dhonë një valë. Edhe edhash një vjetër aty, pe aty, më hini në hatër kjo harpune. Po të ka i vetë janoj pak. Po, si... E këni... Pak pa dek, do shkel ma matronë. Jo, le dekja, s'kem pun me dekja, ne kem pun tona, e ka të vetën. E qështu... Që të me njo, je i kena këtore regja. Po, me ta thonë drejten... Që kjo komaran po shkru. Ku marë pjesë, qështu në përdo festivali, në përdo shëshnjësene. Qashtu. Këto vitin e kalum, është mojt një festival në Komoran, ma ka nda si veterani i folklorit. I folklorit. Bravo. Edhe mjeshtër i mirë. Kjo tjetra? Kjo është në shoshnin Rilindja. Në Prishtina? Jo, shoshnia kulturë artistike në Zvicër. Në Vintetur. Në Vintetur, ma ka nda për pjesëmarrje për interpretim në orkestra në to. Bravo, i gzafsh. Qëto me ratash? Këto është mojt një festival i gjithë trujeve dhe folkloristeve krejt ku ashtu? Në Nobiliq, po i thujmë. Në Kastriot, po i thujmë. thujmë. Në Kastriot. Si vetë, edhe kjo përfashën si veterani folklorit. Bravo, i gzafsh. Edhe një kem që tu. Edhe kjo është... Këto ekipi rrush dhe s'grej që tu. Po, valla, ti ja ku po hojrin. Edhe kjo është me njohje e Komaronit për pjesëmarrje. Për pjesëmarrje, anë s'ka lidhje. Me rëndësi... Ka me diçka, po si rëndësi- së një këmë barë krejt, do i Ke treguat talentin tonë për gjeneratat, Po më kanë nderu me një fjallë, normal. falimderit për këtyne që mi kanë do këto me një, është një nderi madhë. Hajde Rushd, ti e aktivizove, po para se me aktivizua regjen, vetë vetën ka fillove, ka mërë pjesë aktivitetet e juja pak në gurbet, na këna bisedu edhe një herë, po pak a shumë, kur nuk o bolë, për ata njerë që punojnë. Po na jemi në rrethën e Cyrihit, aty ka Vinteturi. Kemi pas shoqëri që është tha Recepi, një herë imi ka një shoqëri Dardania, tani në shoqërinë Rilindja, me Naimin, me Arbrën, me Bashkimin, kemi shumë shuk atje. Krejti për shëndesmi. Po prej këtuhit, marëm me ale, bojmë në për klube, në për ditlindje, në për darkat firma, kur i bojnë. Kështu e zhvillojmë aktivitetin tënë. Boni punë të madhe. Boni punë, ju nuk e boni këtë punë për interes. Ja, për interes, na nuk e kemi për interes. Fise Birila e boni, për qef që ne do me i dhonën shpirti. vullnet, mes me harruë, me aktivizu të Është interesant, brezat e ri, generatat e reja, pedojnë shumë folklorin. Apo, a? Shumë, ma shumë se, mos thë ma shumë se për para. Kështu që edhe na jemi të knasën, të lumëtën, e bojmë me plot dëshirë. Bravo, zotë ju një moftë, e ju rujtë të gjithërë. Edhe njerë, na i mirë se erdhe me këta dy shukë. Qemë falenderë shumë për ftesën. Është knaqësi me marrë pjesë në emision që është emisioni juj. Sidomos kur është basereq këto, një instrumentalist, Edhe një Rushda. kontribues i madh i folklorit. Rushda pak më i vogël. Po, më i vogël, po. Pra dhe Rushdia këtu, një këngëtar, një instrumentalist dhe një punues i veglave prej më të mirëve. I përshëndes krejt ata që marrin vegla, por Rushdia është për menimin tim është nishi. Është qërshia. Po. Jena shok të një kohë gjatë në Zvicër. Pasërish pak na ka largu, na ka orë në Kosovë, po i mori lakmi, po më lovi në Rushda, marë pak ma shpesh me vizitu. Rushdia është tash pak ma shpesh, e inshallah jemi kështu bashkë gjithherë. Që shpërshkon aktiviteti me kongë, me folklor në përgjësi në Zvicër. Mirë, shumë nuk rrim
kot, mundohemi me rujtë sa do pak, jemi aktiv në për festa, në për dasma ka njëherë sofra ku i bojnë, kudo që ka nevoj jemi të gatshëm edhe me gjithë qef prezentohemi atë. Ju vetëm Gallakin, po ju jep një kontribut edhe për gjitha trojet, se tash gurbeti i bashkon gjitha viset të në ondë, e tash kur ju punoni i frimzoni edhe trit që ta dojnë e ta kultivojnë, dhe më nuk ka pak kjo. Se ju vetëm Gallakin, se të tratinit Gallakit, mëse korit një Gallakin, po edhe ma shumë punoni. Edhe ma shumë punoni. Si kur shohën shumë tri, me keqare nështë nuk din shqip mirë me full, a më thot e du një qiteli thot me pas. Në gjermënisht thot, a të fjallën qiteli se su një ndryshon. Edhe më kanë ndodhë shumë shpesh, më kanë kontaktu për mes Facebookit. Në gjermënisht ka full, e du një qiteli thot me pas. Kështu që nuk është në ramje folklorin, në Zvicër si dhe mos është shumë trend. Po pas është numëri madh, po edhe ju jeni të punu, edhe tjertë po punojnë me shoqënime, domthon me aktivitete, do festivale, do mramje, do shumë bukur. Nem, sa dhe kena nis me humore ka pak, me regjen, se na njihmi mati, bag edhe me tyje. Hajde dhe ti na i humore, pak të një dalë të rushda, se publiku ka që pak edhe... Kjo është e vërtet, s'ka po du me kalzu. Jo, e vërtet. Tasha del humor aspedive, që në vetërkoj që më ka ndohë. Para shumë viteve, isha me një sharki, edhe hypa në aeroplan, edhe të e lonë naltë atë, një pak më i më shumë se unë. Atëherë, si tash, atëherë, ka qenë ma moti. Tha, ku në peqeve bas këtë sharki, thash, për veti mërë burë, le, tha me këto flok, tha, ti s'ko këta për sharki, tha. Ti tha për ne e farë gitare, kështu që me këtyra, se s'ko këta për ta. E kështu që, e sigur emisioni e shovin e shumë tjerë, kështu, t'ja u qesë men që e di që i kom flok të gata, s'është problem. A i tha, dur t'i bin, jo flok, dur t'i dur. E unë, ma shumë një marakli folklorit, e pranoj gjithëherë, e ma pak këmë thorë. Ani, shqyqër, ja, jo pak, po jeni këngëtare gjys, bile unë pja vështoj edhe një gjys. Se, jo, tash dore në zemër, ju marrën atë kohën e bisede sune, që to binë nuk e leni me u asimilu edhe kombi atje, që to binë, që to angazhim me kontributi ju i bjen edhe jo që javë këfjallë në atë kuptime se nuk janë ata budalë, po javë përkujtoni gjithë herë që kjo është e jona me një fjallë. Ju tregohet për traditën tonë atje dhe i bindu ma le edhe një gjenerat bile me pështu për asimilimit me kulturën tonë, me begla. Ti s'do me mlanë me bolla me rush dhe në partë, po do me... Jo, mere me njerë dhe ku me treguhet për këto gjithë 120 e kusur antarë. Kalzona përbur në i homar për këta se familjet madhe i përshëndes me gjitha familjet. Edhe t'ju ujen, po është pasunie madhe. Kalzona se në mesin e 120 antarëve pak onë në një humorist pak. Edhe me nëzirë humoret mira, nuk jetë. A o qashtu regjë? A i tregoj që shja ke mora pongat nënës kur i shkur shkollë. A pongë të piroti që në thonë të nërë. A po, hajde rrë. Ja, për ta tregoj një tjetër. Hajde. Të dyjat, Të dyjat, pro. hajde. Ja, nuk di, regjepin e kam për me... Hajde. Ja, le mu për me kënu me jero. Jo, pirush dhe s'pedu një marë. Ty nëzirët me kongë. Pirush dhe s'pedu një marë. Allah, s'di që ka të kalëzaj. Ka shumë humore që kemi bon. Ani dhe që shja ke marë në unë e sapongat, i e menijat, si tha rush dhe. Kalëzu. Bo dhe ronë ke që i kalëzu unë e për flu, kalëzu të Ja, Një me në gjesë me shku në shkollë dhe në pekre me natën kam nizi ka pas diko një 2-13 kilometra. Po. Edhe atëherë kam 6 kilometra të një autobusi me prit. Mirë po për gjëmë shumë se një gjënë putet e veta e gjënë da ponga të nanës. Edhe i mofë, te që tu ma shumë si kishë bas me që. Ajo. Mojet gishtave. Edhe shkon në shkollë, kur shkon atje e në klasë. Ja nisi generate atina me kesh, shka ke matë, shka ke matë. Kjo hesh serios. I kom bletë që shto.
kur shka nesër, qka me shku krejt, i këshim pas blekën i para pova, edhe peja së i dite, hilën mod, krejt generat ma povat piroti të shku në shku. Qisa ponge, si ka drota man, ky komër e madhe, e dhja, Qështu kom. Pse rujt, pse s'po na kalza rujt. Req, Urna. kena shumë shka me fol, po pa ta që me vequ në i moment tonin, në i shok që ke bashkëpunu ma heret, edhe ti dhe Rushda dhe Naimi. Po Gjemal, kum pas shumë shok në jetë. Shok të njeri kanë do me këshpije, me konoku edhe me kësakaku. Po, Mirë, po me këshpije ka në zarë me gjithë. shumë e vërtet. E mu gjatë rukëtimit tim, kum hasa dhe në shok të mirë. Kum pas një shok për Mitrovice, një Zenel Gashin. Po, Me i ta njeri. jemi njoftë në fakultet, po ajo ka një njeri shumë i veçantë për shoshni. E ka përvecu njeri në minutat e parë. Edhe me atë njeri tani kemi vazhdu një shoshni të mirë fillë, një shoshni të pastërt, deri në vdekje. Ai ka shku në mshem para 2 viteve. Zotë e shpërbleft. Mu ka dhimë shumë, ke pas rastin me njoftë edhe ti. Ti e ke pas shok, po na ta kana marrë tani. Qashtu Ta ka. ka marrë Gjema, ta Ma ka ka marrë marrë Qazimi, Gjema, ta ka ka marrë marrë Qazimi. Rone, E Zeneli. vërtet. Na ka qenë darëse me Gjemalin, në Rasheq të dajti ka pas në Beranit. E vërtet është ma shumë ju ka dosh tani juve, ju ka qmu juve se mua. Ta morëm tani në Po, aty. mu më theke, ti s'ki qarë pa ardhe, ka këta si hupi. Edhe atëherë kur e ke martu vllavin, a feju, që e mi konë o kondo, këtë aty U me kanë aty satin. me gjithë vla. Prandaj na i shprehim ngushëllim me familjes edhe ka qenë një Që kontribusim. ti bësh ashtu? Rusht, hajde kalzën edhe ti diçka në i shoka, në i dikona, në i që kije. Shu kemi balë, kam shok Naimin, Arbrin, Eminin, Bashkimin, Islam Bekën, bajmë hajgare, kënujmë bashk, rrim bashk. Ka shuk. Përshëndesmi gjithë bashkëpunëtorët. Hajde na em. Po, me Rushdin Kime flëk data në shë. Jo, bre. Që po më të me kalëzu dhe një. Hajde. Herët batë Serifat droga në Zisër, edhe për herët pare posh. Edhe e po që ka mjë marakli, po i bje ka pak po kënej, hajde tholle që tha, pse, u bo mirë, tha që të posh, pse, tha, ja gjeta, tha, një shash djallit tem, tha, se ku menu, tha, që vesh një djallit jem, me flëk gata e mirë, tha, më kesh liru, tha, pak. Faleminderit Shok ne shumë. kemi të përbash gati se me Rushdin, Shumë faleminderit. respekt për gjithë, knaqësime net me gjithë. Shumë faleminderit. Edhe kena nevoj edhe për humor, se Njazi Gashi ma ka thonë me një emision, tha 5 minuta humor, me kesh mirë, tha, doktori, sa 5 kilometra atletik, tha, është për shnetin e njeriut. Edhe përshëndes me gjithë herë Njazi Gashi, se këto ma ka thonë, para 2-13 vjetë një emision kërë kom pas. Edhe kena nevoj mu më lëngjy, kena nevoj edhe me keshe, mu gëzu, mu disponu. Ta shpjallom radhen kongve edhe melodive, publiku, Okej. ju mirë pratë.
kaloj kohaj, qakoj vete molit, pishav të grazar pive dhe gjoku. Po forest keqe, serë bosmove, po që i coktoj tokat shqiptare. Sono ka janë gjujt e qelit, toke holë rezet e djelit. Vaj bekojnë tokat shqiptare, vete bashku me ju se ju të në dome. Nga prevezajnë e qamerije, e hote gradë pjove guzije. Bashkim kem kaj pushke me veze. E manastir shku di beloher, wasi ama por bashk do t'jemo me i sofer. Primoj pari e tancuj nori prap zoboj shqiptari. O kurish punte, mole kuqe, wasi ama por bashkët mori bonuse. Nizo prej i lirite vezor ku je Mitrovica ime. Mos renko se s'je jetime, e sa ta keshti Kosove do trime.
je si bari në ferali u vave, eja more si jurë tek, që vjeno prej maje. Si mjallë tajnë për hoje, eja more del prej zemre, kruo prej goje. Kur ta kry moj konsom shpinen, eja more lavë bol, je gjete modinen. Gjete mretë more qale kneta, hej, more buke lot, na shkoj ke u jeta. Dridhen tela të të sharkise, heja more zemra më thot, me kno Shqipërise. Në ndurja shkoni oj servise, eja more si kur sot, do klysho traltise. Votra tona I kem jo lane, heja more se në Shqipëni e kem një nane. Shqipni të kem gjithemone, heja more dore në zemre, pushke në dore. Shikus të ndërum, me një melodi që do të na ekzekutojnë për fund të misionit, po e përfundojmë misionin me Regjen, Regjepin, Rushdi Ajrizin dhe Naim Shahiqin. Ju falenderoj shumë që ishit musafir në nderut neve edhe shikus tonë me melodie, me këngë, me bisede, me kontributin e ju. Ju falenderit shumë. Shumë falenderit. Hajde bashkë. Në keni emocionu, falemderit shumë, e përshëndesmi Gjemal Matoshin,
bashkëpunëtorin shumë tonë. Shumë Edhe ne faleminderit. përshëndesim. Shumë faleminderit, shumë respekt. Faleminderit për juve.